Përshëndetje, unë jam Gazmen Koldashi, një themelues i kompanisë Agro Koldashi, që nga viti 2010, kompania jonë në sharkun e Kukësit apo në rrethin e Kukësit funksionon me grumullimin e luleve, të fletëve, të frutave të malit. Nga viti 2010 dhe sot, kompania jonë ka shku gjithmonë në rritje, u ka shërbi të gjithë fermerëve dhe vjerëzve dhe grumulluesve të bashkisë Kukësit dhe të Hasit dhe Mëgjerë. Ne sot jemi në sezonin e grumullimit të frutave të malit, si boronica dhe manafera dhe bjedra, në magazinë apo në depot tona. Grumullim boronicën e freskët, tharjen e boronicës, paketimin, ruajtjen. Gjatë sezonit apo gjatë vitit, unë në kompaninë Agro Koldashi SHPK kam të punësuar 12 punëtorë, nga maj deri në fund të dhjetorit. Familjet që dielin produktet si lulet, si fletët, si frutat, janë mbi 500 familje në rrethin e Kukësit.